dhe ta marrësh rolin që të takon si një qytetar i përgjegjshëm është përballë sakrificës dhe nuk është asnjë transakcion politik. Nëse unë e bëj këtë, çfarë përfitimi kam unë? Nuk është të thënë të kesh asnjë përfitim në momenti që ti bën detyrën patriotike për vendin tënd. Dhe nuk duhet bësh ndonjë gjë të jashtëzakonshme. Mjafton që të bashkëvuash me atë qytetarin që është duke vuajtur dhe ti nuk e ke mbase iden. Një protest, një fjalë që mbështet dhe një veprim që është në bazë të aksionit dhe jo të fjalëve, mendoj që do ta ndihmonte gjithsecilin nga ne. Gjithsesi, për ta përmbyllur me një mesazh final, mendoj që është koha e sakrificave dhe askush nuk duhet mendoj çfarë përfitoj unë mbas kësaj. Nëse secili nga ne do të merrte përsipër të sakrifikonte diçka nga reatia personale, atëherë mendoj që ne do të arrim qëllimin ton dhe të përgjigjemi nevojave të këtij vendi, sepse unë mendoj që vendi është duke lënguar, është një vend i smur dhe jemi ne përgjegjës që duhet t'i japim shërim këtij vendi. Nëse nuk e bëjmë ne, nëse heshtim, atëherë nesër nuk kemi as fytyrë dhe nuk duhet kemi as kurajon t'i dalim shqiptarëve përballë, t'i dalim familjes tonë përballë, t'i dalim fshinjit tonë përballë, por ama nuk duhet harrojmë dhe çfarë trashëgimie do t'u lëmë ne brezave. Fëmijët tanë, fëmijët kanë nevojë që ne sot të marrim vendime të drejta që të ndërtojmë një shoqëri të drejtë nesër për ata. Është koha e sakrificave. Faleminderit. Me leje Zoj, këtu. Elias Mehmeti, si përmarrës, faleminderit për ftesën. Fatkeqësisht, unë shoh që të kategorisë tonë, përfaqësues kategorisë tonë, jemi shumë pak ndërkohë që përfaqësojmë 600.000 të punësuar në vend. Po, shpresojmë kjo të ndrojë. Gjithsesi, kisha dy pyetje për ju, zoti Berisha. Për një parantezë, në gjykimin tim në kushtet e tranzicionit shqiptar, struktura shoqërore që ka tregu eficiencën dhe rezistencën më të madhe ndaj kompromisit moral, ka qenë sipërmarrja private dhe me gjitha sipërmarrja prodhuese. Jo për shkak të virtyteve të sipërmarrësve, virtyte personale, por për shkak të sistemit dhe të specifikave të operimit të sipërmarrjes private. Janë të gjitha specifika të matshme, ato në të cilat lëviz sipërmarrja private. Ndërto, më rëndësishme në gjykimin tim është kontrata. Një sipërmarrje private operon në tregun e lirë, 360 gradë, në kushtet e kontratës, të cilës nëse nuk ja respekton të gjitha aspektet, çmimi, shërbimi, cilësia, marrëdhënia me klientët, afatet, penalitetet, një subjekt privat prodhimi nuk mbijeton. Nga këtu dhe pyetja për ju, a nuk është rasti që edhe propozimi politik i partive politike të opozitës të mbështetet me bazë kontrate, një kontratë qartë mes partive politike edhe publikut, një kontratë qartë e cila më pas do duhet të derivonte në një kontratë të qartë mes qytetarëve dhe sipërmarrës nga njëra anë dhe shtetit dhe monopoleve kompanive koncesionare nga ana tjetër. Vetëm kështu mendoj unë, politika kalon nga propozimi, nga premtimi tek përgjegjësia. Kjo ishte pyetja parë. Pyetja dytë. Në optikën e raportimit me publikun në këto terma, duke pas parasysh edhe ideologjinë që partikulohet sot në Shtetet e Bashkuara, që në vështrimin tim thekson sipërmarrjen prodhuese, kontratën, shtetin e kufizuar,
si dhe duke pas parasysh edhe orientimi që majoranca politike atje kam i shëruar në një akt ligjor të miratuar para një muaji, të nënshkruar nga presidenti Trump, i cili është i fokusuar në jetën demokratike të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Pyetja që më lind dhe duhet bëj është konceptuale dhe jo personale. Pse opozita nuk ndërton mekanizma të dukshëm tranzicioni, atë tranzicion që pret të ndodhë, si që është mekanizmi i qeverisë në hije, me figura, me platforma të cilat të testohen publikisht përmes debatit, punës dhe përgjithësisë për fusha konkrete. Vetëm në këtë mënyrë, mendoj unë, diskutimi i bazë kontratën me publikun, merr trup dhe bëhet realisht i besueshëm. Faleminderit. Faleminderit, po. Po jep disa përgjigjet në mënyrë që pastaj diskutuesve tjerë me grup të përgjigje lidhur me çështjen e komuniteteve fetare. Ne jemi absolutisht së pari, respektojmë plotësisht komunitetet fetare, respektojmë lirinë e besimit si një liri e shenjtë dhe e paprekshme. Ne u përpoqem dhe përpiqemi të bashkëpunojmë aty ku ato kanë interes dhe ne kemi interes sigurisht, por duhet të them një moment këtu. Ligji i kaluar në parlamentin shqiptar për gjoja mos diskriminimin është absolutisht ligji më i keq, më ekstremist që nga ligjet e vitit 1946. Në qoftë se në 46-ën ligji synonte pronën dhe shkatrimin e saj, në 2025 ligji synon shkatrimin e familjes të gjinisë njerëzore, por godet në mënyrë direkte besimet fetare, komunitetet fetare, sepse ky ligj i shpall të denueshme mësimet e Biblës dhe të Kuranit për familjen. I shpall të denueshme në përputhje me këtë ligj. Unë kam përshëndetur dhe përshëndes reagimin e komunitetet fetare ndaj këtij ligji, por një mobilizim më i madh dhe një bashkëpunim më i ngushtë është i domosdoshëm, mbasi ky ligj është ligj i ekstremit të majt, i cili me kufizimet që i bën lirisë së mendimit, lirisë së shprehjes, është ligj që mund ta kategorizosh në të gjitha ligjet tjera të dhunimit të lirive të diktaturës komuniste. Por të mos e zgjatur, në qoftë se Karl Marxi kishte si objektiv themelor në manifestin e tij shkatrimin e pronës private si nëna e të gjitha të këqijave, pas marksistët e sotshëm kanë gjinin njerëzore. Por me gjinin njerëzore lidhet familja. Me shejta gjë që ka shoqëria.
Ndaj dhe ne jemi dakord me sugjerimin tuaj dhe do të flasim.